Libri Riyadu Salihin. Normat e jetës së muslimanit. Sinqeriteti dhe qëllimi. Sinqeriteti dhe qëllimi në të gjitha veprat, fjalët dhe gjendjet e dukshme dhe të fshehta. Hadithi. Prijësi i besimtarëve, Ebu Hafs Omer ibn Khattab, transmeton se e ka dëgjuar të dërguarin e Allahut, paqja e Zotit qoftë mbi të, të thotë: veprat vlerësohen sipas qëllimit, dhe çdo person do të shpërblehet sipas qëllimit. Kush bën hijret, emigron për Allahun dhe të dërguarin e tij, emigrimi i tij do të konsiderohet i tillë. Por kush emigron për të përfituar ndonjë mirësi të kësaj bote, apo për të martuar me ndonjë grua, emigrimi i tij do të vlerësohet sipas qëllimit që ka pasur. Mësimet që nxjerrim prej hadithit. Për të fituar sevape nga veprat, duhet që ato të fillohen me qëllim të mirë. Nuk është kusht që qëllimi të shqiptohet edhe me gjuhë, sepse rëndësishme është që ai të bëhet me zemër. Veprat që bëhen pa pasur qëllim kënaqësinë e Allahut nuk kanë shpërblim. Njeriu duhet të jetë ashtu siç duket dhe nuk duhet ta përdor fen për përfitime materiale. Sinqeritet do të thotë qëllim i pastër.